Alarmet e rejshme për vendosjen e bombave në objekte shkollore kanë vënë në pikpyetje dhe mbarvajtjen e rregullt të procesit arsimor. Vetëm në gjimnazin e Tetovës Kiril Peqinović brenda 30 ditëve 4 herësh ndërprer procesi mësimor, shkaku i kërcënimeve. Për autoritetet e kësaj shkolle të mesme, kjo situatë është e tepërt dhe e padurueshme, sepse ndikon dhe në aspektin psikologjik të nxënësit. Kërcënimet e vazhdueshme, edhe pse të rejshme, megjithatë kanë dëmtuar rënd procesin mësimor dhe autoritetet drejtuese të gjimnazit mendojnë për bojkot të mësimit. Ndikon jo vetëm procesin, po kjo ndikon edhe në aspektin psikologjik edhe në aspektin e koncentrimit nxënësve, në shqetësimin e prindërve. Bile unë do kisha shfrytzuar rastin të ju falenderoj që erdhët, vetëm për ta shpreh keqardhjen time të thellë ndaj prindërve, duke ju siguruar gjithnjë se është kuptohet alarme të rrejshme, mirë po ata janë me të vërtet kur ti lexoj dikush me të vërtet janë shqetësuese dhe kërcënuese. Për këtë arsye, unë deshta të shpreh indinjatën time të thellë, pikërisht ndaj organeve të rendit të cilët për të katërtën herë nuk janë duke na shpjeguar ose duke na dhënë përgjigje se çfarë po ndodh me këto kërcënime me këta bomba. Madje jam dokumentuar që edhe javën e ardhshme nxënësit fare ta bojkotojnë edhe mësimin përderisa ne nuk sigurohemi për një qetësi në shkollë. Unë nuk di, unë kemi bërë edhe kërkesë me shkrim sot deri te policia e Tetovës. Ata nuk kanë informata se çka po ndodh, e vetmja përgjigje e tyre është se është në nënhetime edhe është duke u punuar në këtë drejtim për të zbuluar gjë, mirë po ne s'kemi asnjë informacioni. Nxënësit janë të shqetësuar, kolegët gjithashtu, edhe prindët. Ne sot kemi caktuar edhe një mbledhje për të informuar këshillit të prindërve, sa pak me i rahatu gjithnjë ata se këto ndodhin, mirë po ne kemi të obligueshme sipas rekomandimeve të policisë që të reagojmë, domethënë duhet nxënësit dalin. Sot bëhet fjalë edhe për kërcënim që është përfshin edhe ndrimin mbas dite, se kanë vu orare të mes ditës, do të thotë edhe sot e kemi pezulluar mësimin për gjatë gjithë ditës. Mëtej nga gjimnazi Tetovës thonë se është hera e dytë që ekspertët e krimit teknik vonohen dhe nuk vinë për të kryer hetime. Dura e daljes nxënësve sipas urdhërit të policisë nuk shkon as 20 minuta, mirë po pastaj vonohen ekspertët vinë. Ja, për shembull, për sot mund t'ju informoj se ka qenë vetëm policia e Tetovës e rregullt e cila nuk ka asnjë kompetencë për të kontrolluar brenda objektin, ndërsa ekspert të krim teknikës ose tjerë që janë nuk kanë ardhur, është e dyta herë, edhe dje edhe sot. Edhe kjo na merr neve komplet ditën. Dje për shembull ka qenë kërcënimi vetëm përpara dite, mirë po nxënësit pastaj nga frika, nga paniku, disa edhe nga shfrytëzimi i rastit nuk kanë ardhur mësime dhe mbasdite vitet e treta. Dhe unë në një farë mënyrë edhe i arsyetoj, duke pat parasysh se mund t'i ka paniku ose nga ato që kanë dëgjuar. Nga sektori për punë të brendshme në Tetovë thonë se deri më tani janë regjistruar 31 raste të alarmeve për bomba dhe të gjitha këto kërcënime kanë rezultuar të rrejshme. Fillimisht nisën në muajin shkurt, pastaj pat një pauzim dhe tani nëntor dhe dhjetor kanë vazhduar përsëri, kështu që të gjitha raportimet, pra 31 raportimet e deri tanishme kanë rezultuar të jenë të rreme dhe sektori për krime kompjuterike dhe fornezik punon në zbardhjen e personave të cilët krijojnë këtë huti tek popullata, kryesisht tek nxënësit, kështu që vlen të theksohet se gjithmonë personat e tillë përdorin pra email adresa të reja dhe të njëjtat pra menjëherë pas raportimit apo pas dërgimit të emaileve i fshin të njëjtat. Deri tani rastet e tilla kanë rezultuar apo janë raportuar vetëm në për email adresat zyrtare të shkollave, kurse kohëve të fundit pra disa emaile kanë arritur edhe në email adresat zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Deri më tani ende nuk ka asnjë të dyshuar se kush qëndron prapa këtyre kërcënimeve, të cilët pavarësisht se janë të rrejshme, megjithatë shkaktojnë panikë dhe pasiguri tek nxënësit dhe prindërit. Ministria e Punëve të Brendshme vazhdimisht thotë se punon në kapjen e autorëve, por ende nuk ka asnjë informacion shtesë në lidhje me këto kërcënime.